Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar e komdes po. Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit të që po ndodhin në Ferma VIP. Sonte është prajmi i radhës, në fakt është premtuar një prajm bombastik nga produksioni, ku do të merret një vendim i ashpër kundërdrejt Ilirit edhe Zhakut, të cilët kanë thyer rregullat, por pyetja më e madhe e publikut është kjo: Tiranë si mendon, çfarë vendimi do të merret konkretisht për Ilirin edhe Zhakun dhe a do të ndalohet televotimi? Tani nuk mund të anullohet një televotim i cili është i hapur për të preferuarin. Do të thënë nuk është televotim as për të nxjerrë nga ferma, nuk është televotim as për të, do të thënë për të përzgjedhur një sfidues, por është televotim për të preferuarin. Tani unë mendoj që dënimin të cilin sonte do ta merr Agai do të lidhet në avantazhin që do të ketë i preferuari i publikut, sepse në avantazh gjithmonë, do të thënë, i preferuari i publikut ka një avantazh dhe mund të qëllon që i preferuari i publikut në këtë pikë të lojës sonte të deli Ilir Shaqiri, që mund të fiton këtë bonusin, që do të thënë të shpëton nga kjo thyerje e rregullave që ka bërë dhe nga ky përjashtim, dhe mund të nxjerrën vetëm Zhakun nga ferma. Do të thënë janë të shumë të pyetje që po adresohen nga publiku se çfarë Tiranë mendon në të vërtetë se do të ndodh. Unë të paktën kështu e shoh. Unë shoh një Ilir Shaqiri i cili është më pak i rrezikuar dhe shoh një Zhaku që është pak më shumë e rrezikuar. Tani, më thon mua do të jetë rrezikuar dhe Mimoza. Mimoza nuk ka përse të jetë rrezikuar. Mimoza nuk ka thyer asnjë rregull të mundshëm brenda në fermë, do të thënë nuk ka thyer asnjë gjë. Përkundrazi Mimoza vetëm se ka respektuar vendimin që Agai e mori të qëndron në shtëpinë e fakirit dhe të ndjegën në rregullat e shtëpisë së fakirit. Do të thënë, nuk ka thyer Mimoza asnjë lloj rregulli. Do të ishte çnjërzore në qoftë se sonte Zhaku dhe Iliri do të toleroheshin, sepse vetë produksioni e bëri të ditur që në qoftë se thyen në rregullat do të përjashtohen ato fermerë të cilët i thyen rregullat, dhe në këtë rast unë e shoh në fakt do të thënë një Zhak që është shumë e rrezikuar dhe një Ilir që është më pak i rrezikuar. Dhe mendoj kjo ishte arsyeja dhe pse produksioni më shumë bëni në do të thënë postime në Instagramin e Ilirit, sepse në Instagramin e Mozës që ta nxjerrin Ilirin të preferuar dhe t'i japin Ilirit avantazhin që Iliri të fiton. Ky është mendimi im se çfarë mund të ndodhen sonte. Dua të marr mendimin tuaj.